Përshëndetje të dashur fëmijë. Sot në këtë video do të mësoj muajt e vitit në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Përpos që do të mësojmë sa muaj i ka viti, do të mësojmë edhe çfarë mund të bëjmë në muajt të ndryshëm të vitit, çfarë mund të bëjmë gjatë muajve të pranverës, të verës, të vjeshtës, po ashtu edhe të dimrit, në cilin muaj është ftoft, në cilin muaj është nxehtë. Muaji i parë i vitit është muaji janar. Muajit janar në gjuhën angleze i themi January. January. Muaji janar është muaji i ftoft. Gjatë muajit janar bie borë. Disa gjëra që mund t'i bëjmë gjatë muajit janar janë të vishemi trash, të luajmë me borë, të marrojmë një tartalec. Muaji i dytë i vitit pas janarit është muaji shkurt. Shkurti. Muaji i shkurt në gjuhën angleze i themi February. February. Muaji i shkurt quhet shkurt sepse është muaji më i shkurt i vitit. Ky muaj i ka vetëm 28 ditë. Në muajin shkurt e kemi festën e pavarësisë së Kosovës. Kjo festë është me 17 shkurt. Pas muajit shkurt vjen muaji mars. Muajit mars në anglisht i themi March. March. Muaji mars është muaji ku hym në pranverë. Atëherë koha fillon të nxehet dhe lulet fillojnë të qelin. Muajin mars e kemi festën e nënës, festën e 8 marsit. Pas muajit mars vije muaji prill. Muajit prill në gjuhën angleze i themi April. April. Në muajin prill koha është më e nxehtë. Dielli rrezon më fort dhe atëherë mund të vishemi me rroba më të holla. Pas muajit prill hym në muajin e pestë, muaji maj. Në muajin maj, atëherë koha është shumë më e nxehtë. Mund të dalim të luajmë jashtë, pemët fillojnë të rriten, bari fillon të gjelbrohet. Muajit maj në gjuhën angleze i themi May. Pas muajit maj, atëherë jemi në muajin qershor. Muaji i 6 i vitit është qershori. Muaji qershor në anglisht i themi June. June. Me 1 qershor e kemi festën e fëmijëve. Ditët e tjera të qershorit janë ditë të nxehta dhe me diell. Po ashtu në qershor shumica e përfundojmë shkollën dhe përgatitemi për pushimet verore. Muaji korrik. Muajit korrik i themi July. Në muajin korrik të gjithë jemi me pushime, nuk kemi më mësim dhe këtë kohë e shfrytëzojmë të luajmë së bashku. Disa mund të qëndrojnë në shtëpi, disa mund të shkojnë në plazh, disa mund të dalin në piknik. Muaji korrik është muaj shumë i nxehtë, prandaj duhet të kemi kujdes që të mos rrim tërë ditën jashtë. Pas muajit korrik hym në muajin gusht. Gushtit në gjuhën angleze i themi August. Edhe gushti, po ashtu si korriku, është një muaj shumë i nxehtë. Disa nga pemët më freskuese që mund t'i shijojmë gjatë verës janë pjepri dhe shalqiri.
Pas gushtit hym në muajin shtator. Muajit shtator në gjuhën angleze i themi September. Në muajin shtator ja fillojmë shkollës dhe ritakohemi sërish me miqt tanë. Pas përfundimit të muajit shtator, atëherë hym në muajin tetor. Muaji tetor në gjuhën angleze i themi Oktober. Oktober. Në muajin tetor, koha fillon të bëhet më e ftoftë, gjethet fillojnë të bien dhe moti është zakonisht me shi. Muaji 11 i vitit është muaji nëntor. Muaji nëntor në gjuhën angleze i themi November. Muaji nëntor është një muaj i ftoftë ku përgatitemi për të hyrë në sinën e dimrit. Disa nga pemët me shumë vitamina që mund t'i hajmë në muajin nëntor janë portokajt dhe mandarinat. Muaji i fundit i vitit është muaji dhjetor. Muaji dhjetor në gjuhën angleze i themi December. Muaji dhjetor është muaj i ftoftë dhe është fundi i vitit. Me 31 dhjetor e festojmë përfundimin e vitit dhe hyrje në vitin e ri. Faleminderit që i mësuat muajt e vitit me mua. Deri në videon tonë të ardhshme, miru pofshim!